Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim edhe për sot. Kam bërë një çik make-up, këtë eyelinerin këtu e kam rregulluar disi, ndërsa këtë këtu ishte një katastrofë. Thjesht e bëra si të duke njësoj, por nuk janë njësoj. Pra unë nuk është se lyem çdo ditë edhe jam e fiksuar pas make-upit, por një nga faktet më interesante rreth meje është që unë kam një duzinë me make-up me çfarë quhen ato, paleta, edhe me lipsticker, domethënë kam aq shumë sa nuk e kuptoj se si një person mund të ketë aq shumë gjëra dhe në fund të ditës të mos di si të lyhet tamam, domethënë. Tani më lejoni t'ju bëj një tur te gjithë gjërat e make-upit që kam unë. Tani fillojmë së pari me këtë. Kjo është një valixhe make-upi, ka pafundësisht gjëra brenda, nuk i kam përdorur kurrë. Domethënë mendoj që do vi një ditë që do t'i përdor, por kur ta perfeksionoj çik më shumë mënyrën se si lyhem dhe kur të kem pak më shumë për t'u marrë me këtë pjesë. Kjo konsiderohet dhe quhet si valixhe. Kjo është një valixhe. Edhe kjo është kjo valixhe, edhe do të tregoj që brenda kësaj valixhes ka shumë gjëra të bukura. Tani, kjo është një valixhe make-upi. Këtu kemi një buzëkuq tjetër, nuk i them më lipstick. Edhe këtu kemi pasqyrën prapë që ja ku dukem unë. Shumë nuk në fakt si kaf, si ngjyrë toke. Dhe këtu kemi një tjetër, është si ngjyrë tulle. Këtu kemi një Këtu është një tjetër me ngjyra të tjera. Siç mund ta shikoni janë femra dhe qesja janë totalisht të prekura. Kemi edhe këtë, dhe kjo është shumë e bukur. Si t'ju tregoj. Kështu. Piku kjo. Përveç kësaj, te kjo valixhe ka edhe një kulet make-upi dhe gjithë këto produktet janë të Estée Lauder. Edhe këto produkte, valixhen me make-up e kam dhuratë. Kemi një rimel përsëri nga Estée Lauder. Kemi një për konturat.
Kemi një rimel të vogël xhepi. Kjo është për volum, shumë volum, sa voluminoza. Kemi edhe këtë lipstikun për sërin e të lavdër. Kemi edhe këtë çantën tjetër për foto make-upet për sërin e të lavdër. Kemi këtë lipstikun. Kemi këtë për vetullat. Kjo është super mirë, e kam përdorur, një e mbarova, kjo është e dyta. Tani përveç këtyre, edhe gjitha këtyre letrave dhe certifikatave të firmës. Nuk e di se për çfarë është kjo, kjo tregon se si të lyesh në fakt. Por nuk di pse nuk mësoj dot. Sa paligjes është kjo paleta gjigande, e cila është kështu. Kjo paleta është kështu. Ka gjithë këto gjëra që shikoni këtu. Ka edhe këto gocat këtu, këto të shpjegojnë dhe me thënë se si mund të lysh për secilin rast. Unë, si që shikoni, unë nuk kam prekur asnjëherë nga këto. Për të vetmen arsye, sepse nuk di shumë mirë të përdorë. Lost in a city, still so far from home. I've searched for you all my life. Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time. Stand by, watch me fall apart. I've always loved you more than you know. Father, don't you let me go. Nga ju vajza që merrni me make-up beauty mund të
më ndihmoi që të mësoj rreth tyre dhe të mësoj t'i përdor, sepse nuk dua t'i shkoj kot. Faleminderit që më ndiqni dhe miru pafshim!